bota në një fëmijë? Ç'dëshiron të bëhesh? E pyeta një fëmijë. E ai, pa një pa dy, tha, dua të jem në shtëpi, të kem dyert të drunjta rreth e rreth dritare, nga rrymimi i ajrit të mos mërzitem fare, të jem i vendosur në maj shkëmbi të lartë, të me ledhatoj rreze e diellit të zjarrt, kulmi im me tjegulla të futet në re, para syve të mi të shtrihet një liçe. E pyeta një fëmijë, të bëhesh çfarë dëshiron? E ai, pa një pa dy, tha, një lum që gurgullon, të nisem nga burimi me hap të ngadalt, t'i kem krahët val me ujë të kristalt, pastaj të lëshohem shtratit, brigjet përqafoj, gurët i përkdhel, i zbardh e i lëmoj. E pyeta një fëmijë, çfarë dëshiron të jesh? Dua të jem shi që lag tokën rrëbesh, dua të jem erë që fryj me furi, dua të jem mal që mbi supet mbaj bardhësi, dua të jem urë që njerëzit i bashkoj, ylber me ngjyra të bukura qiellit të vallëzoj, dua të jem borë, lule ose gjethe pylli, dua të jem re, ves apo dritë e bukur ylli, dua të jem dorë, t'i zgjatem dorës tjetër, dua të jem vizatim fëmije, agërmadh krenare e vjetër, dua të jem bota, të shkruaj mira histori, dhe përmbi të gjitha dua të jem njeri. Drenusha Zajmi Hoxha.